Поранешниот член на работната група за Законот за правична и соодветна застапеност Мерсим Максути во синокешното издание на Клик Плюс изјави дека законот има сериозни недостатоци, што го натерало и да се повлече од оваа работна група. Забелешките на Максути се дека законот не предвидува санкции, не ги организира јасно институциите и не нуди сигурни механизми за практична примена. Според него, предвиденото координативно тело има повеќе политички отколку функционална улога. Unë nuk dash dorëheqja, unë dola kundër dhe shpreha qëndrimet e mia pse jam kundër ligjit të përfaqësim adekuat të drejtë dhe potencova argumentet e mia në tre fusha. E para është se ky ligj nuk ka sankcion, ky ligj nuk organizon institucione, nuk parashet sakta, sigurta për implementim të tij në praktik. Vetëm është para pa një trup koordinues qeveritar, ky ka ma tepër karakter politik, është do ta udhëheqë Zavenski kryeministri i qeverisë tonë. Ky trup koordinues nuk ka kompetencat që të ushtrojë kontroll mbi këtyrës të shtrëngojë institucione tjera të zbatojnë ligjin për përfaqësim adekuat dhe drejt. Nuk ka karakter të tillë, nuk ka fuqi të tillë. Ky ka vetëm kompetenca të kërkojë informacion. Максути вели дека законот за правична и соодветна застапеност има поголема правна сила и поставува посилни обврски кон државата, но по содржина не ја регулира етничката застапеност како што тоа го правеше балансерот. Според него, иако балансерот имал недостатоци и злоупотреби, сепак подобро го третирал прашањето на етничката припадност. Ky ligj është më mirë se sa balancuesi? Nasi kuptim. Po, si akt juridik, po, ka fuqi juridike më të lartë, është detyrim para shtetit më shumë, fuqi ka më, po në aspektin e përmbajtjes vërtet sa e rregullon zgjedhjet është larg balancuesit. Ne do të jemi të vetëdijshëm për këtë, do të jemi të sinqert, ta themi para opinionit. Ai pse ishte balancuesi, ashtu ai rregullonte, mund të themi lirisht në të drejtë komplet çështjen e përfaqësimit. Po që se zbatoheshte pa keqpërdorime siç ka pas edhe mjaft keqpërdorime në balancuesin. Po që se po të njëjtat përmbajtje balans, të njëjtën rregullim, siç e bën të balancuese, të ishte sot e inkorporuar në ligjin, që është tashmë në procedurë, atëherë do ishte zgjidhja ideale e këtij rasti. Максути додава дека законот треба да му даде приоритет на соодветната застапеност пред правичната. За доцнењето во објавувањето на законот, тој вели дека остава многу простор за сомнежи.